Ka ndalë në pa dosje sekrete të një prej skandaleve më të mëdha amerikane, të quajtur Epstein, i cili është një personazh i njohur ku ka publikuar materiale shumë të rëndësishme, ku ndër të tjera janë dhe disa materiale për Tiranën. Për të folur për këto materiale dhe për përfshirjen e tyre, po themi të zyrtarëve të huaj në Shqipëri, kam të ftuar në një lidhje direkte analistin e njohur zotin Fatmir Merkoçi. Zoti Merkoçi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe juve. Zoti Merkoçi, si e keni parë gjithë këtë skandal dhe përfshirjen e Tiranës në këtë dosje? Përfshirja e Tiranës nuk është se është një përfshirje, themi, spontane, po është politika e Ramës ajo që e ka bërë të futet edhe Tiranën në këtë lloj liste. Sepse përveç Ramës nuk ka njëri tjetër që mund të jetë i lidhur me Epsteini, pasi dihet që Epsteini është i lidhur dhe me Mossadin. Kështu që ka një lëvizje ku në atë lloj qendre Rama ka bërë vizita, është vërtet që ka bërë vizita në Amerikë. Kështu që është e gjitha ajo forca që Rama ka në lidhje që tregoi edhe me vajtjen e vizitës së tij në Izrael, në atë fjalimin skandaloz që mbajti në Izrael, ku e tregu hapur, domethënë shitja e Shqipërisë apo interesave tona kombëtare, vetëm që Rama të qëndroj në atë post që e ka tashmë, themi të pamerituar, por më tepër të padëshiruar për shqiptarët. Dhe këtu flasim sepse Rama nuk po ndalet më në absolutisht asnjë lloj force për të treguar që unë komandoj dhe unë bëj. Dhe dalja në mënyrë të tërthor, themi, se nuk kemi gjë të drejtë për drejtë paktën, po në mënyrë të tërthor dalja dhe Tiranës përsupozohet që të jetë vetë Rama i përfshirë në këtë lloj dosjesh dhe në këtë lloj skandalesh. Gjithashtu duhet të kemi parasysh që në këtë lloj dosje është edhe me Gonikali, çuditërisht del në këtë lloj dosje. Dalin të gjithë këta të cilët pak a shumë themi që më tepër me aq sa kam parë, nuk e kam parë gjithë, ata janë 3 milion faqe apo 2000 video, 180.000 foto ishin. Gjë që ne nuk e kemi mundësinë reale për t'i parë, por ata aq sa kemi informacion dhe aq sa kemi pasur mundësi për t'i parë ato fragmente shumë të vogla, them që Rama është i përfshirë dhe pikërisht janë ata majtistët të cilët e kanë, unë them se janë ata që e kanë edhe në programin e tyre këtë lloj çthurje, këtë lloj degenerimi, këtë lloj, dhe këto janë çështje presionesh, të cilat bëhen njerëzve me influencë që nesër për të ndikuar në politikën e tyre, prandaj edhe këta janë të gjithë pushtetarë, po themi, apo në rangje kryeministrash, presidentë, ministra. Pra janë njerëz të cilët ose persona të cilët kanë ndikim, qoftë në ekonomi, qoftë edhe në politikën e vendeve të tyre. Një ndër to është edhe Rama, kështu që thash ai dita ditës e nxjerr në pa atë kapjen që ai ka dhe mënyrën që lëviz dhe forcën që ai mundohet të tregojë në Shqipëri për sa i përket një mbështetje që ai merr nga këto lloj organizatash, dhe organizata më kryesore e tij është Sorosi. Por duke parë thash edhe të lëvizjen që ky bëri dhe atë vizitë që bëri në Izrael në një moment që nuk kishte ndonjë ndikim kush i di se çfarë, në arena ndërkombëtare, tregon hapur që Rama është i lidhur kokë e këmbë me të gjithë organizatat dhe nuk më jep asnjë lloj ndjesie nëse del emri, apo dalin foto, apo dalin email edhe vetë Ramës. Kështu që unë nuk kam koment tjetër për sa i përket kësaj. Si ju duk ajo pjesa që disa ndërkombëtarë që vinin në Tiranë jepnin opinione rreth vajzave shqiptare që thoshin këtu ka vajzat jashtëzakonisht të mira në Shqipëri, pra a janë reale ato fjalë që fliten lart e poshtë që zyrtarët e huaj kur vinë në Tiranë
me dhimbje themi, por edhe qerasen me këto lloj, po themi, festash? Patjetër që ajo është realiteti i, nuk mund të themi politikës, sepse këtu s'ka lidhje politika, por realiteti që ndodh në Shqipëri dhe ajo që është përfolur gjithmonë në për opinionin publik, domethënë njihet dhe nuk ka se ka ne të fshet, por një gjë e bërë publike gjithmonë s'ka nevojë as për dëshmitar, sepse është publike, është gjë që dihet dhe ka ndodhur në Shqipëri, ashtu siç kanë ndodhur shumë fenomene të tjera, por fenomeni i qerasjeve është bërë si mod në themi në Shqipëri dhe përsa i përket ndërkombëtarëve, gjithmonë e kanë pas këtë lloj privilegji të themi. Dhe po t'i shohësh e çuditërisht ata njerëz të cilët takohen, bëhen, puthen, përqafohen, çuditërisht pastaj na dalin direkt ministra, na dalin në për funksione të larta të shtetit. Mos harrojmë se Rama ka ndërtuar brenda asaj që quhet kryeministri, ka ndërtuar një staf të tërë që punon aty me femra, të cilat i përdor ai në mënyrën e tij të mundshme, apo i komandon ai dhe nuk është as pak e çuditshme se ai nuk ka se ku t'i shofi femrat e bukura të Tiranës apo të Shqipërisë në një delegacion që vjen, bën takime, shkon në hotel dhe nga hoteli ikën përsëri në aeroport, por çuditërisht këto lloj takimesh këta bëjnë dhe këto lloj qerasjesh që bën dhe të çon detyrimisht çon atë pjesën tjetër pastaj që këta qerasin me këtë lloj afere, e kupto, dhe këtu është ajo kapja që ju bëhet edhe që filmohen, që bëhen dhe kthehemi te ajo pjesa tjetër pastaj që janë të filmuar, prandaj kanë dalë aq shumë faqe, mënyra e komunikimit, mënyra e fotografimit apo e filmimit të këtyre personave për t'u bërë shantazhe. Absolutisht në Europë kjo është duket normale, madje në Europë duket normale një gjë e tillë sepse është fut pak si në mod kjo çështja e degradimit apo degenerimit apo të qerasjes me femra të zyrtarëve të lartë për të afruar apo për të pasur një aferë me ta, duhet të kesh edhe një marrëdhënie, themi sa më të ngushtë, sa më të afërt, i cili kjo marrëdhënie krijohet gjithmonë vetëm me këtë lloj gjendje. Këto janë ato të cilat përdoren që zakonisht edhe spionazhet e përdorin këtë lloj forme të këtyre femrave, të cilat në Shqipëri nuk është se nuk janë të përgatitura dhe të bëra, këto janë femra të cilat vërtet janë në pamjen e jashtme, janë vërtet të admirueshme, por kanë edhe funksione të tjera pastaj, të cilat marrin informacione, përcjellin informacione, bëjnë atë shantazhin, kështu që prandaj edhe Europa ka ardhur në këtë lloj gjendje që është, dhe prandaj po shihet dita ditës që Europa shkon nga një skandal tek një skandal tjetër, por çuditërisht janë po këta njerëz të cilët bëjnë moralin në Shqipëri apo kudo, apo edhe kur flasin në Këshillin e Evropës ose në Bashkimin Evropian, flasin për një moral tjetër dhe nga ana tjetër pastaj bëjnë të kundërtën e asaj çfarë thonë. Dhe kur dalin këto, pastaj dalin ato pabesitë që shfaqen tek njerëzit dhe popujt për shembull që nuk i besojnë më, s'din kujt i besojnë më tashmë me këto skandale që kanë dalë, është e turpshme, domethënë për politikën që arrin deri në këto lloj nivele me kënaqje seksuale të personave të ndryshëm, e kupton, të arrish të bësh politikën, pra ta kthej politikën në gjë private, në gjë ashtu siç e ka kthyer edhe Rama, që e ka kthyer në gjë private, ka personale të tij, çdo veprim që bën është veprim personal i tij, nuk është një politikë shqiptare, nuk është një politikë që përputhet me interesat e kombit shqiptar apo të vetë shqiptarëve. Dhe po të shohësh të gjithë çfarë ndodh në Shqipëri është skandaloze. Zoti Merkoça, besoni që do ketë edhe emra politikanë shqiptar të përfshirë? Patjetër, dëgjoj.
duhet kuptojmë një gjë që në mos qofshin politikanë të drejt për drejt do jenë këta oligarkë që quhen oligarkë, sepse tek e fundit edhe atje ka një kosto, ka një duhet paguash edhe që të futesh atje patjetër. Por ajo që është kryesore tek politikanët nuk është thjesht pagesa, tek politikanët është pjesa e rekrutimit të tyre. Ndërsa oligarkët futen pastaj për të bërë ato presionin dhe ndikimet që mund të kenë, dhe po të shohësh edhe këta që janë oligark, po ti hapësh dosit e tyre, do të shohësh që do të kenë lidhje me agjenturat serbe, agjenturat kineze, agjenturat ruse apo çdo lloj agjenture tjetër në botë. Dhe çuditërisht këta na janë bërë oligark të fuqishëm, kur dihet mjaft mirë që nuk kanë trashëguar, themi, ndonjë pasuri nga familja apo nga ajo periudhë, sepse gjithkush e di shumë mirë që në 90-ën të gjithë kanë dalë, domethënë pa gjë me durë në xhepa, dhe çuditërisht dolën disa persona që janë sot quhen oligark apo njerëz të fuqishëm në media, që ndikojnë në politikë, që sponsorizon politikën, dhe kështu që nuk është as pak e habitshme që të dalin qoftë politikan, po më tepër them se mund të dalin oligark. Për sa i përket politikanëve, nuk kanë nevojë që të kenë shumë politikan, për vetëm arsye se kanë kokën e mafjes shqiptare në tryezë, ata kanë Ramën, kështu që nuk kanë në një ndikim tjetër, në një politikan tjetër, pasi dihet shumë mirë që nuk kanë një forcë tjetër politike apo individ në politikën shqiptare që mund të ndikojë tek Rama apo tek politika e këtij. Se duhet kuptojmë një gjë, që kjo është një çështje që përmbledhet tek 10-15 vjetët e fundit, e kuptoj, kështu që në këto 10-15 vjetët e fundit Rama ka qenë ai që ka komanduar, ka drejtuar, ka bërë çdo gjë, dhe këtu të shohësh pastaj edhe ajo pjesa femërore që Rama kërkoi të bëjë qeveri me femra, kërkoi të bëjë qeveri. Këtu lidhen pastaj të gjitha. Kërkimi i bërjes kabinetit me femra, gjithë drejtoreshat janë femra, se thash këtu komandohet dhe këtu bëhen pastaj ato pazaret e pista që do të vjen dot kur po ta mendosh, jo mo ta bësh, por çuditërisht janë gjëra që kanë ndodhur në Shqipëri, kështu që Zoti Merkoçi, mendoni që skandalet që mund të përfshihet Shqipëria lidhur me këtë dosje mund të çojnë deri aty sa në nivele shumë të larta zyrtar që mund të jenë të përfshirë, të nisen hetime lidhur me, po themi, vepra penale të mundshme, apo thjesht mund të jetë skandal dhe mund të jetë këto janë skandale të cilat dalin në moral, çka do të thotë se nëse të del emri aty është pjesa morale për dhënien dorëheqje të një veprimi të cilët del jashtë kontekstit politik dhe futet tek morali, nuk futet te vepra penale se ka vajte dhe ka bërë orgji diku. Këtu nuk flitet thjesht për orgji, dhe kjo organizatë nuk është thjesht për orgjit që bën. Kjo thash është për ndikimet politike, dhe këtu nuk ka, domethënë duhet të kesh pastaj prova të mëdha, çfarë veprimesh janë bërë, çka ka dhënë, çka ka marrë, nuk është thjesht ta dënosh orgjin edhe të hapësh çështje penale për një orgji që ti ke qenë me kuplara, ke qenë nuk është kjo. Këtu zgjidhet tek ajo morali pastaj. Këtu futemi te morali, pra do t'i dali, supozojmë do t'i dali një X ministri, apo vetë Ramës sikur t'i dali emri, i aty i përfshira, do japi dorëheqjen. I bindur që nuk jep dorëheqjen. Në mënyrë absolute jo. Sepse institucioni dorëheqjes nuk njihet në Shqipëri fare, nuk ka lidhje fare politika shqiptare me institucionin e dorëheqjes. Është një institucion që në Shqipëri nuk njihet, kështu që nuk ka ndonjë ndikim. Juridik nuk ka ndikim. Moralisht, po thash që nuk ka bovaki që t'japin dorëheqjen këta për tilla gjëra, kanë pas skandale shumë më të mëdha, dhe nuk jep dorëheqjen njerëj. Këtu janë kap me afera, ajo është penalizuar, e marrë, e pandehur, dhe vazhdon akoma lun lojrat
e gjykatave, ço me gjykat, ço me prokurori, ço këtu, ço atje. Lojra që nuk jep dorëheqje që në një vend tjetër të çdo lloj vendi, një person i cili merret i pandehuar automatikisht gjëja e parë që bën jep dorëheqjen. Gjë që në Shqipëri nuk do. Dhe kur nuk japin dorëheqje për vjedhjet galopante që bëhen në Shqipëri, kur nuk japin dorëheqje kur ju dalin aferat të mëdha, kur ky merr dhe shet zvërnece e Sazan e det e çdo gjë, dhe si jep dorëheqjen, dalin gjithë ato skandale. Pra ndoshta shi që të dalë skandal, ky dali për moral. Ky me atë pa moralitetin e tij fitoi dhe zgjedhjet. Jo më të japi dorëheqjen. Kur si jep dorëheqjen i pari i vendit, mos pretendo pastaj se do të japin dorëheqjen personat e tjerë.